Pavarësisht kushteve të vështira të motit dhe temperaturave të ulta, minatorët e minjerës së Bakrit në Spaç janë grumbulluar që në orët e para të mëngjesit në sheshin përpara hyrjes së minjerës, ku kanë vazhduar grevën e tyre të nisur disa ditë më parë. Kjo lëvizje proteste vjen si reagim ndaj kushteve të papranueshme të punës dhe trajtimit të padrejtë nga ana e punëdhënësit. Tensionet u përshkallëzuan ndjeshëm një ditë më parë, ku drejtuesit e kompanisë kanë shpërndar letra zyrtare për largimin e menjëhershëm nga puna, të cilët u dërguan përmes grupeve të komunikimit ku ndodhen punëtorët. Ky veprim ka shkaktuar një valë të re pakënaqësie, duke u interpretuar nga minatorët si një formë presioni dhe përpjekje për të shtypur zërin e tyre. Në shenjë solidariteti me minatorët janë bashkuar në proteste edhe punëtorë të tjerë nga sektorë të ndryshëm, përfshirë edhe disa përfaqësues të administratës vendore. Prania e tyre synon të tregojë se kjo nuk është një çështje që prek vetëm minatorët, por një problem më i gjerë që lidhet me të drejtat dhe dinjitetin e punonjësve në Shqipëri. Komisioni i grevës ka publikuar një dokument zyrtar me 10 pika ku paraqitet kërkesa kryesore që duhet të merren në konsiderat për ndërprerjen e grevës. Në këto kërkesa përfshihen përmirësimi i kushteve të sigurisë në punë, pagesa e rregullt në kohë, njohja e viteve të punës për efekt pensioni, sigurimi shëndetësor i plotë dhe ndalimi i çdo forme presioni apo friksimi nga ana e punëdhënësit. Aktualisht janë 78 minatorë që punojnë në nën tokë dhe që vazhdojnë të kërkojnë dialog të hapur me drejtuesit e kompanisë. Megjithatë, sipas tyre, drejtuesit nuk kanë shfaqur gatishmëri për bashkëbisedim, por përkundrazi po intensifikojnë format e presionit, përfshirë dhe ndërhyrjen e forcave të policisë. Ndërkohë, në fillim të javës pritet që të mblidhet një takim vendimtar ku do të diskutohen për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren. Sipas përfaqësuesve të sindikatës, nëse nuk do të ketë një përgjigje konkrete ndaj kërkesave, greva do të përshkallëzohet dhe mund të shtrihet edhe në sektor të tjerë strategjik të industrisë. Kjo situatë po vlerësohet gjithnjë më shumë si një provë për funksionimin e të drejtave sindikale në vend dhe për përgjegjësinë që kanë institucione shtetërore për të garantuar kushte të denja pune për çdo qytetar.